femrës, gjithashtu edhe për goditje të mundshme në tru. Një kimikat i gjetur në ujin e rubinetit, i cili është lidhur me kancerin, mund të rrisë gjithashtu nivelin e kolesterolit të dëmshëm, sugjeron një studim. I quajtur acidi perfluoroktanoik, kjo substancë është përdorur prej kohësh në produkte si tiganët dhe paketimet ushqimore, për të parandaluar ngjitjen e materialeve si plastika. Por ai bën pjesë në një grup substancash të njohura si kemikatet e përjetshme, të cilat mund të qëndrojnë në mjedis dhe brenda trupit për vite të tëra pa u shpërbërë. Tani shkencëtarët amerikan kanë sugjeruar se ky përbërës, i cili më parë është gjetur në furnizimin e ujit të rubinetit në Mbretërinë e Bashkuar, mund të rrisë nivelet e kolesterolit, duke shtuar rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe goditjeve në tru. Në studim, shkencëtarët ushqyen minjt me një dietë të pasur me karbohidrate dhe yndyra, ekuivalente me një dietë mesatare të një amerikani modern, dhe i dhanë ujë me nivele të ndryshme të acidit perfluoroktanoik. Minjt të ekspozuan ndaj këtij kimikati në sasi prej 0.5, 1.4 ose 6.2 mg për litër për 14 javë, për të arritur në një nivel ekspozimi të ngjajshëm me atë regjistruar te njerëzit. Analizat zbuluan se minjt që kishin konsumuar sasi mesatare ose të lartë të kemikatit shfaqen një rritje të nivelit të kolesterolit LDL në gjak dhe në mëlçi. Lloji më i lidhur me rreziqet shëndetësore, shpesh i njohur si kolesteroli i keq. Kolesteroli LDL është një substancë yndyrore që mund të grumbullohet në enët e gjakut, duke formuar depozitime që pengojnë qarkullimin e gjakut dhe rrisin rrezikun e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru. Duke shkruar në revistën Archive of Toxicology, ekspertët amerikan vunë re se acidi perfluoroktanoik duket se ndërhyn në enzimën që ndihmon mëlçin të eliminojë këtë substancë yndyrore. Aproksimativisht 1/3 e kolesterolit eliminohet përmes konvertimit në bile, një enzim tretëse, dhe kjo rrugë përfaqëson burimin kryesor të largimit të kolesterolit në organizëm, thanë ata. Shkencëtarët vunë re se kemikati kishte një ndikim më të fortë tek minjët femra, megjithatë shtuan se kjo mund të ndodhë sepse ata pinin më shumë ujë se sa meshkujt. Ata theksuan nevojën për kërkime të mëtutjeshme për të hetuar ndikimin e acidit perfluoroktanoik tek njerëzit për periudha të gjata kohore. Acidi perfluoroktanoik është një nga substancat industriale, të njohura si substanca PER dhe polifluoralkile. PFAS janë zbuluar më parë në furnizimin e ujit të pijshëm në Britaninë e Madhe, si në ujin e rubinetit, ashtu edhe në atë të ambalazhuar. Megjithatë, ekspertët kanë zbuluar se zirja ujit ose përdorimi i filterëve të thjeshtë të disponueshëm në treg mund të zvogëlojnë përqendrimin e PFAS në ujë deri në 90%. Shpenzimet mbi këto kemikate janë shtuar